Shkruan Ilir Çumani. Vendimi I fundit I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ngrirë procedurat e vizave për një numër të madh vendesh, përfshirë Shqipërinë, nuk mund të trajtohet si një akt teknik ose formalitet administrativ. Për te I gjuhës burokratike dhe formulimeve diplomatike, ky është një mesazh politik I qartë që shpreh mosbesim dhe sinjalizon një realitet që Shqipëria nuk mund ta fshehë më pas një retorike të bukur. Retorika e fuqisë dhe shantazhit gjeopolitik për konsum të brendshëm politik shpërbëhet si një flusk sapuni sapo preket nga realiteti. Përfshirja e Shqipërisë në listën e rreth 70 vendeve, shumë prej të cilave ballafaqohen me krizë institucionale, korrupsion endemik, emigracion masiv dhe paqëndrueshmëri politike, rrezon imazhin e partneritetit të privilegjuar me Washingtonin. Një vend antar I NATO-s, tradicionalisht pro-amerikan dhe I vetë përkufizuar si aleat I palëkundur, tani trajtohet si një partner me dyshime në të njëjtin nivel me shtete problematike. Ky zhvillim nuk është I rastësishëm, por produkt I një erozioni të gjatë të besimit, I ndërtuar nga një model qeverisje që ka dobësuar institucionet, ka relativizuar ndarjen e pushteteve dhe ka kthyer shtetin në instrument të pushtetit personal. Në qendër të këtij modeli qëndron kryeministri Edi Rama si arkitekt I një sistemi ku vendimarrja, retorika dhe marrëdhëniet ndërkombëtare përqendrohen në një diskurs individual, shpesh impulsiv dhe konfliktual. Politika e ndjekur prej tij ka krijuar një kontrast të thellë mes imazhit që projektohet jashtë dhe realitetit që perceptohet nga partnerët strategjik. Në brendësi të vendit, qeverisja akuzohet për korrupsion domethënës të nivelit të lartë, kapje të institucioneve dhe tolerim të kriminalitetit të organizuar. Jashtë vendit retorika shpesh shfaq arrogancë, vetkënaqësi dhe sfidë ndaj standardeve perëndimore. Ky kontrast është një shfaqje e fluskës së sapunit që sa më shumë e fryn, aq më shumë rrezikon të shpërbëhet sapo përplaset me realitetin. Situata rëndohet nga retorika problematike që përdoret ndaj aleatit amerikan, referencat ndaj Kinës me metaforën e pikës së mjaltit si alternativë strategjike dhe si kartë të rezervë që mund të përdoret nëse perëndimi kritikon shpërfaqjen devijimin nga logjika e një aleance strategjike. Për SBA-t, e cila e sheh Ballkanin si hapësirë me ndjeshmëri të lartë strategjike, çdo flirt I tillë interpretohet si paqartësi, mungesë koherence dhe rrezik për stabilitetin rajonal. Shqipëria nuk shihet më si aleat I besueshëm, por si partner I paqëndrueshëm që luhatet sipas interesit të momentit si një flusk që kërcënon të shpërbëhet. Vendimi I SBA-ve për ngrirjen e vizave nuk është ndëshkim arbitrar, por reflektimi I një krize besimi e ndërtuar me vetdije. Aleanca nuk mbahet peng me retorik dhe nuk konsumohet për përdorim politik të brendshëm. Ajo respektohet duke ndërtuar një shtet funksional me institucionet besueshme dhe qeverisje të përgjegjshme. Pasojat prekin drejt për drejt qytetarët shqiptar, studentët, profesionistët, familjet dhe bizneset që shohin kufizime në lëvizje dhe pagojnë çmimin e kapriçove dhe aventurave politike të tjerëve. Aleanca strategjike dhe kapitali pro-amerikan I shqiptarëve nuk mund të përdoren si mburoj me retorik dhe shantazh. Kur politika e jashtme shndërrohet në flusk sapuni, iluzioni shpërbëhet dhe realiteti godet e kësaj besimi është seriozisht I cënuar. Nuk është çështja nëse SBA ka vepruar fort, por nëse politika shqiptare dhe veçanërisht kryeministri Rama janë të gatshëm të pranojnë se kjo rrugë ka çuar në izolim dhe jo në forcim të aleancës. Një vend I vogël nuk fiton duke kërcënuar me alternativa gjeopolitike, por duke ndërtuar besim të qëndrueshëm. Sot pikërisht ky besim është seriozisht I vënë në pikë pyetje.